Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit me shpëlatet. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit profetët e Allahu xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës udhëzimi hyjnor dhe përsosja e besimit. Njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë në kërkim të së vërtetës, qetësisë shpirtërore dhe rrugës që e afron atë me krijuesin. Allahu i madhëruar nuk e la njeriu të humbur në errësirën e padijes, por i dërgoi atij profet dhe librat qiellor si udhëzim për jetën e kësaj bote dhe shpëtim për botën tjetër. Feja nuk është vetëm një grumbull rregullash dhe apo rituale të jashtme, por është një sistem i plot që edukon zemrën, mendjen dhe sjelljen e njeriut. Njohja e fesë dhe përpjekja për ta plotësuar atë në jetën e përditshme është një prej detyrave më të rëndësishme të besimtarit. Kurani famëlart e thekson rëndësinë e dijes dhe njohjes së fesë duke thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Ajeti 9 i surës Zumar. Ky ajet tregon se dija ka një pozitë të lartë tek Allahu dhe se njeriu nuk mund ta njohë drejt fen pa kërkuar dije. Njohja e fesë nuk kufizohet vetëm në mësimin teorik të dispozitave fetare, por përfshin kuptimin e qëllimit të jetës, njohjen e Allahut, të profetëve dhe të përgjegjësisë që ka njeriu në sipërfaqen e kësaj bote. Sa më shumë që njeriu e njeh Zotin e tij, aq më shumë forcohet lidhja e tij shpirtërore dhe rritet devotshmëria tek ai person. Profeti Muhammed ka thënë, kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Pra çdo besimtar ka përgjegjësi të mësojë rreth fesë së tij. Padia është për shkaqeve kryesore të devijimit dhe të dobësimit të besimit. Një besimtar i vërtet nuk mjaftohet vetëm me njohjen teorike të fesë, por përpiqet që atë ta zbatojë në jetën e tij të përditshme. Plotësimi i fesë arrihet atëherë përmes veprave të mira, moralit të lartë dhe mbindjes ndaj Zotit të gjithësisë. Allahu thot në surën Hujurat në ajetin 13 se Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, më i nderuari tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky ajet tregon se vlera e njeriut nuk matet kurse me pasurinë apo me pozitën, por me devotshmërinë dhe afërsinë që ka ai me Zotin e gjithësisë. Imam Aliu ka thënë, dija pa vepra është si pema pa fruta. Nuk ka dobi një dije e cila nuk ndikon në sjelljen dhe moralin e njeriut, sepse besimtari i mirë është ai që fal namazin, respekton prindërit, ndihmon nevojtarët, ruan gjuhën nga fjalët e këqija dhe sillet me drejtësi ndaj njerëzve. Dhe këto vepra janë pasqyrim i besimit të tij të brendshëm. Feja islame kushton rëndësi të madhe dhe pasrimit të zemrës. Njeriu mund të kryejë shumë adhurime, por nëse zemra e tij është e mbushur me urrëtie, mendje, madhësi apo dhe zili, ai largohet nga përsosmëria e besimit. Imam Sadiku pasha qoftë mbi të ka thënë: besimi është më i lartë se Islami dhe bindja është më e lartë se besimi. Kjo tregon se besimtari duhet të punojë vazhdimisht çdo ditë më shumë për të ngritur nivelin e besimit të tij në Zotin një dhe të vetëm, derisa zemra e tij të mbushet me bindje dhe sinqeritet të plotë. Kur njerëzit edukohen me moral islam, zvoglohen padrejtësitë, ulet urrëtia dhe kështu Allahu i madhëruar nxit për njerëzit bashkëpunimin, respektin dhe ndihmën reciproke. Allahu thot në Kur'an: ndihmohuni në të mira dhe devotshmëri. Ajeti 2 i surës Maide. Dhe ky udhëzim hyjnor është themel për ndërtimin e një shoqërie të shëndosh dhe të fortë. Në kohën moderne, shumë njerëz janë të preokupuar për të krijuar atë jetën e tyre materiale dhe harrojnë anën e tyre shpirtërore, sepse teknologjia dhe zhvillimi fatkeqësisht kanë sjellë lehtësi të mëdha, por njëkohësisht e ka larguar dhe njeriu nga ana e tij shpirtërore dhe njeriu duhet të kthehet në këtë rrugë, sepse Allahu na kërkon për neve që neve të lexojmë, të zhvillojmë veten tonë, por mos të harrojmë zemrën dhe çfarë i bën mirë asaj. Allahu thot në Kuranin e shenjtë:
Vërtet, zemrat qetësohen vetëm me përmendjen e Allahut. Ajeti 28 i surës Ra'd. Ky ajet na kujton se lumturia e vërtet, të nderuar dëgjues dhe shikues, ndodhet në zemrën tonë. Nëse zemra është e qetë, atëherë edhe ne jemi të lumtur. Pra besimtari duhet ta shohë fen si një dritë që e udhëzon në çdo hap të jetës së tij. Sa më shumë që njeriu e njeh fen, aq më shumë e kupton urtësinë dhe mëshirën e Zotit të gjithësisë. Pra të dashur vëllezër dhe motra, feja e udhëzon njeriu në drejtë së mirës dhe e largon nga errësira e mëkateve dhe të padijes. Njohja pa vepra nuk mjafton, ndërsa veprat pa sinqeritet humbin vlerën e tyre. Besimtari duhet të përpiqet vazhdimisht që të forcojë besimin, të zbukurojë moralin e tij dhe të jetojë me fen në çdo aspekt të jetës që ka në këtë sipërfaqe toksore. Vetëm atëherë njeriu arrin afërsinë me Zotin e tij dhe fiton qetësinë e zemrës si në këtë botë dhe shpërblimin e përjetshëm inshallah në botën tjetër. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.